Kur kum shku në Drenic, kum shku në uniformë, po menojnë tesha civile. E kum pas një setre anti-shi, që ka qenë në ngjyrës ushtarake, por shumica e njerëzve që në konë në shtëpinë e Sabit Gecit, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese, në konë civil. Dhe ishte koha e parë kur uniformat e UÇK-s kishin ardhur në Kosovë dhe kanë qenë uniforma zvezrane. Më thonë Allah dhe jo fotografia e video që delë tash, shihet që janë uniforma zvezrane. Mas janë kry konsultime dhe u arë përfundimi se kush do ta lexon deklaratën në këtë rast Rexha. Kanë thonë edhe Dautit jetë pjesë, uniformën më ka thonë Musti Jashari. Më thonë unë s'kum pas uniformën e Komtina. Pastaj ajo tip berete, më thonë nuk onë improvizuse. Dhe ashtë nuk përdu mi vleftësu para falqët edhe ata që po flasin për luftën edhe për historinë e UÇK-s, por e vërteta është që ne nuk kemi pas emblemat e UÇK-s, akoma në Kosovë. Do me thonë edhe nëse ishe një video dhe pamjet, shihet që emblema e UÇK-s dhe në këtë ditë. Nuk ka qenë në Kosovë edhe njerëzit sado që mundohen me marë primat, se kishte ose s'kishte, nuk kishte. Unë e maj menë si sot, kur ku vendos një flamur kombëtar të ushtrisë Shqipnisë. Më thonë në atë kohë ishte një shqiponje zezë me ngjyrë të kuqe rrethoj, po që ishte një ngjyrë shumë e kuqe, tepër e kuqe. Më thonë, edhe sot e kësaj dite nëse e shihni emblemen e ushtrisë shqiptare është tepër e kuqe edhe ngjyra shumë e zezë. Që i bjanë, më thonë, as për safërmis përputet me këta të UÇK-s.